Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët takimin e radhës, pyetje dhe përgjigje rreth muajit të bekuar Ramazan rreth agjërimit. Kemi pyetje sot të duash këtu para veti. Me 10 pyetje e kanë sjell para vetes, e do të mundohem të lexoj atë që na premton koha prej tyne. E kam gjona që me zë edhe kë Ramazan, me një Ramazan bërq. Jo, nuk e ki gjona. Sepse se ke lanë për qefi. S'ke mujt me agjeru, sigurisht. Agjerën Ramazanin tani, tjetrin, atë që ki bërq, e bën kaza, pak nga pak, se pas mundësie. Thëtë s'poj me agjeru shkak duhani. Veç nga seri. Veç nga seri. Nuk poj me agjeru shkak duhani. Aja tja thësë me agjeru se më pijet kafja. Kësë me agjeru se më pijet qaje. Kësë me agjeru sepse ku dion arsyje këto jana. Dhe që e bje s'pë me që më falë se më rgjumi. S'pë me agjeru se për në tohëna. Këto e në fjallë të fëmijëve, qëka e këtu? Që është bëhet një musliman që besën Zotin hak, ditën e gjykimit hak, gjenetin dhe gjehnemin hak. Me thanë nuk po moj me agjeru shkak dohani. Pse s'po thue, ko për mu. Po i ligja mëne, sen për me ty bën ka. Ma bërë i ligë, ose ma ngërë i ligë se one, zërë gjanë. Ko për mu. Për nështrohës një dëhani. Një presionit një dëhani, karshi farzët Zotit. Veç shika që ka e të thanë. Pastaj, me pas ndo një zërë siklet, presjen shteti, dhune, frige, smundje, që ka bën? Që bën për shta duhan? Sa njeriu prej që qunë sabah, deri ka firë për cigarën goj. Me kanë thënë le cigarën, men të kështë qitë. Kërë thët mjeku se po që se nuk e letë dohani ki 6 më jetë, e dhezma. E dhezma. Kush ka i tash ajo ndjenje tina që se rripa dohan, ku metë. Ose mi kërstunu dikush me anë, kallë dohanin, jenë burg. E dhezë dohanin, ki dajak. E dhezë dohanin, ki ka gjub. E dheza, typen të ka dhezë. Ose, të agjerimi, a i që agjeron, për shdo dit i ka 100 euro. Bjem nën për dohana? Bjem nën për dohana. Vëllaj laf se ban. Kështu që 100 arsye i ke, apo fakte dëshmi, argumente tjera, se kjo justifikim është bësh. Kjo nuk justifikim. Ke për gjanë më bahalla lojnë e thmive. Ke bile më shumë se kaqë. Më talë me fejnë e Zotit. Më talë me fejnë e Zotit. Vahegare me dinin e Zotit. E rujmës vahegare me dinin e Zotit e del për dinit. E del për dinit e me nëzan deka as drejt që s'të hanë. Me nëzan deka të bë total, të vahegare me dinin e Zotit, as drejt që s'të hanë. Po, nuk ka këto shaka. Dëhanin së në len për agjerim. Mas pare dëhet me kuptu kush e Zotit. Urdhër për kujt po vjen. Pastaj çka ka Ramazan. Farzët Allahu bre. Alban se më gëzuj madh i vogël, pa sa muslimane, sa miliona musliman në botë e pinë dëhanin bre. A në Ramazan krejt e lojnë. Se e kanë për i me agjerimin, të se ki për i me. A shëfta është një argument tjetër kondër teje?
Pse kam për me agjerimin. Edhe e hjek pe psikologjisë, pe kokës vetë. Sigur se bukën e pijin që hjekëm në gjatë ditës. Sepse si mojna me të buka të ujë. Si mojna me të na. Jashtë Ramazanit me thonë eve, hani bukës më gjez, dhe dejnë darës për hojna, na sujderojmë. Në Ramazan se kem dërtë. Në këtë që e me të buka heqna. E kemi prej. O këput këtë qështje është, ka marë fund. Dhe një iftar nuk ka me hangër bukë, nuk ka me pi ujë. I thuhet vetës tane, sistemit nervor. Dhe sistemi nervor ditë në pare dytë pak të bën presjen. Eventualisht tretën, më nuk të ngucë. Dërzohet sistemi nervor. Edhe pajtan me bindjen tane. Pra, jenë luft pak në 2-3 ditë. Për ata shkak të ndhimbje koke, marramendje, ku diune, ata që shkak kafese, shkak qajtë, shkak bukese, po 2-3 ditë. Vesh 3 ditë. 4 të ditë, në ryshe je, të 5 se mërë vesheq. Kështu që njësen gjërat ditë që kanë metë, e të që Zotit që lëshanu hu. Pyetje tjetër, sekrecionet e bardha, teshat e bardha që i quajnë granimi gjenit femërore. E prishin, abdestin, apo nuk e prishin. Që ka të bëj me abdesja me agjerim, me namaz, me abdest. Gjdo sen që ka del, është regull dhe 4 mëdhëhebet. Gjdo sen që ka del prej 2 kanaleve, moshlit dhe të femrës e prish abdestin. Pavarësisht, a është i pastërt apo është i ndyt. E sa i përket të langit bardh që quhen sekrecione, të cilat u dalin femrave apo prej femrave. Ulemat fillimisht kanë diskutuar a janë të ndyta apo janë të pastërta. Përderisa Hanefit dhe Hanbelit, edhe Imam Shafiu në mendim të tij, thonë se janë të pastërta. Në anën tjetër, Malikit dhe Shafit në mendim thonë se janë të ndyta. Pavarësisht kësaj dhe asaj se të ndyta është për qëllim të pastruar teshen. Ka të bëjë me tesh. Por për abdest, edhe ata që thënë është e pastërt, ata që thënë është e ndyt, që të 2 grupet, e që bjetë 4 mëdhëhebet, thonë se dohet marrë abdest, abdest është prish. Dhe marrë abdest. Dhe sen këtë problem s'ka. Pastaj çështje tjetër, që është nënte, nëse ato vazhdojnë pa ndërprej, nuk mund e kontrollon vetveten, pra e rrjedhin ka pas kohë, s'mund e kontrollon vetveten, atëherë ka lënë në një fazë tjetër, që quhet sahibul izr, ku merr abdest në fillim të kohës të namazit dhe deri namazin tjetër. Është mesele tjetër e dytësore, por mesele parësore është prishet abdesti prej teshave të bardha, apo pilangu të bardh, apo të është të quajtura sekrecione që dalin prej femrave. Dhe këtë mesele shtinin kry një herë e mësa harani deri sa të vdesni. Allahu e në gjenet i qoftë. Shkojmë të pyetjet tjera, thash shumë pyetje paska, me mujtë mësë me zata kanë më mirë, me shkurtu pak, andaj pa mundohem. Lënia e agjerimit të Ramazanit për shkak të fitimit të kafshatës së gojës. Krejt njerëzit në botë që punojnë, për çfarë punojnë? Për çfarë punojnë? Për kafshat gojës. Dikush me një fëmijë në bukë, dikush me kryer një standard pak më të madh, dikush pak më të madh, po çfarë të sillet? Për rrezik, këtë me rrezik ka të bëj. Këtë kolla rrezikut. Poshtë Zotin, ata mërmeni aty. Që Allah Azza wa Jalla, që na ka bën neve obligim Ramazanin, për na ka bë obligim edhe punën me hangër e me pi për rrezik. Obligim na ka bë. Tamam?
Ata mërmendja që Allahu Azza wa Jall mi ngarku krejt këtë milet, bujqit për rësk punojnë, kompanit private për rësk, ata të shtetit për rësk, krejt dynjaj punën. Ata mërmendja në ka ardhru me Ramazan, ka i pëzollon këta që punojnë, e kush për jetë. Për jesin disa gratë të shpija, disa pleq edhe fëmija. Dhe me thonë, këta me agjeru, e ta tjertë ja. Veç që nallu me nda, thjesht me këtë legjik. Të shbate. Gjajshme të është të faja atë pyetja tjetër. Nuk po mëj me falë se po do të me punu. Do me thonë, ata që punojnë, nuk e pas kam bash namazin. E që i bije krejt dynjaja, 90% njerëzit punojnë. Pjek një 10%. Thuj 20 bash bre, do fëmijë të vegjël, do pleq, do invalida, se dhe gratë punojnë. Mos punojnë fusha punon shpe, punon më se burri shpe. Pra krejt këta nuk e pas kanë bërsh namazin. A për di që për fletë? Se i falna, se kom punë. Së më e gjirej, se kom punë, do të marrë ka shatë me gësë. Dhe që për di? Andaj, më zbërën kondrështime të vetën të ande. Se Zotën së në rranë. Të barek e vëtajle. Të mund është me thonë ndryshe. E kam një punë të ranë, Zotë i hajri paftë. Allahu më dihmoftë. Heq nuk di që shja dalë. Veç, inshallah, o Zotë, më përësën Zotë, e ja dalë dhe qysh. Se kam punën e ranë. Dhe një me ka punë të ranë, punë të ranë, fizike, që kërkan kalorit fort, shumë të shqimit. Ose kërkan me pi ujë shumë, langje shumë. Për shambull të shkretitore, që të mërmenja. 1 gradë shkretitore janë shkrim metal. Këta ma të farhekrat non-stop, e livritin aty non-stop, punojnë. Që të mërmenja ty, për ata njerës. Për din që ta agjerojnë. Shkën Trepqe. Shkretitore Trepqes. Pyta të që kanë punuar në Trepqe ma herët. Apo shkretitore të minirat e tjera. Dhe gjinja agjerojnë. Ndoshta mrana mujt, do një detyrohet me pri sepse do në mërzue huplangjet e mirën mete, e mundod një herë 2 e 3. Por shumicën në Ramazan të agjeron. Po më shka ma larkë, shambull të krejt t'i fjeshtë. Prindrit e tanë, kur ka qenë Ramazan i verës, a kanë kësit, a kanë prashit me shatë, a kanë korë, a kanë lidhë, a kanë punë, tranda, dhe ushqimi se në pas qenë ushqimi se kur sëtë, kur gjenë iftari, hasat mësh dhe i sëfer, po me qa me hongër iftar, me qa me hongër sëfer. Bukt misrët kalamajt, ose telbet, ose bukt grunit, shumë rallë kanë pas, me uj pak me sheqer, ose me full. Në ma qëpirët është të tanë titë, por kanë agjeru njerësit. E kësa i thojë ndryshe, i të kati fort, bindja fort, bën qëdira dhe ja qëdirat. E ti po më thëmë këtë sotit, a bën mësë me agjeru shka këfitimit kafshatës gojës. Të thujem taklet, dhe qa taklet, jam i ladhët ku për mua zëtë fërësëm ja rabi. Andaj nuk është në regull ke punë. Gjakujt cili rrjedhë si pasojë nxjerrjes së dhëmbëve e prish agjerimin, jo. Nëse rrjedhë prish në avdesin për ju agjerimin. Veç rrimu se që ngoj poshtë se nuk e prish. A është patjetër që muslimani të agjeroj 60 shavalit të radhës? Asnjëherë. Mas pari 60 shavalit e Hanefit dhe Malikit nuk e shohin që është sunet, sikurse Hanbelit dhe Shafit. Ma djemë Maliku thot, nuk e kom takun ata gjeneratet e para që kanë agjeru 60 shëvalit. Andaj nuk është ke mesele konsenzus me sulemave. Se do që tjetë, hadithet janë, ty kush e ka marrë me te, në regull e ka marrë. Edhe thot është senet me agjeru ani. E pas të edhe ata vetë thonë, që thonë në senet, dash agjerej radhazi, dash agjerej cikcak, s'prish punë, nuk prish punë.
Dhe nuk do të kushtuk me di sa rëndësit madhe të në ditëve. Njerëzit lodhin Ramazan, kanë agjëruar Ramazanin, dhe t'i japin punës, të gjallojnë njerëzit. E dikush që ka vullnet, është i lehtë në agjërim, agji për të është, se agjëri, madje kur agjëron është me lehtë, e nin veten, ai le të agjëron. Por për dikën që agjërimi është i rëndë, e që është me flajton ditën, apo pjesën e madhe të ditës, e më lisët të lodhet, kur me punuaj, kur me gjallu, kur me mësu, kur me... E ka kry Ramazanin, të janisë, të hanë, të pinë, të punën, të gjallën. Gjatë të dhikët, ndjej dhimbje dhe ndryshim emocionësh. Ani? Kjo zakonisht është e shijan, e jeton, e përjeton madhështinë të madhit të Allah, dhikrën duke bërë. Sepse në fakt, kur thot robi për shembull la ilaha illallah. Kjo është fjalë goje, ama kjo fjalë goje del nga zemra. Dhe kjo sikur se e mbërthen këj trupin, sikur se tëna që lizat e trupit e thonë këtë fjalë. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Andaj, me meditim, ndryshojnë emocionet e njerijut, dhe kjo është ibadet, kjo është shenjë që kë pendjen madhështinë të madhit të Allah Azza wa Jall, është sa një mirë. Aprishet agjërimin nëse marrim injekcion anestezik në trup, injekcione për mpirje. Sa përmendojmë për mpirje, përmendojmë për nëse të pije trupi, apo anestezion në trup. Anestezioni në trup, për shembull dorën, kamën, që është anestezion lokal. Sa po kuptoj nuk e prish. Nëse prish, nuk është të shqysa ja, andaj nuk e prish. Sa kohë lejohet udhëtarit të mos agjeroj dhe të shkurtojë namazin. Sa kohë lejohet udhëtarit. Udhëtari është dy llojesh. Udhëtari i cili shkon në një vend për të qëndruar me pak se 15 ditë, ka të drejtë mos me agjeru dhe namazin e shkurton nga 2 rekate dhe bën bashkë. Që ti ka me 15 ditë, konsiderohet vendas dhe plotson namazin dhe agjeron Ramazanin. Pra, nëse kur shkon në një vend, për shembull, pe Kosovës, shkon në Gjermani, te djali, te vllau, te motra. Sa do më nejt? Thot do më nejt një muj ditë. Me momentin që rrugës është udhëtar, që më rrin atë, është vendas dhe do të falë namaz të plota dhe me xhiro Ramazanin. Po nëse thot 15 ditë për rri, 14 ditë, 10 ditë, 7 ditë, kjo është udhëtar. Mirë. Lloji i parë, lloji i dytë, udhëtari i cili nuk e ka me kohë caktuar, por në stop është. Për shembull, o e nis me bëni xhiro, apo këta që janë me anije, ka 3-4 ditë sillen. Tash, një anije tregtarash. Ka musliman, ata farë kapitenat e anijes, ata farë punëtorët aty. Dhe anija, nisë e pej dorësit, deri në Kinë, e ku diju në Australi, e ku diju në Amerikë, në përportet të ndryshme, të shteteve të ndryshme të lashta, dhe ka 2 muj, 3 muj, rënë ujë. Pra, në ka në 15 ditëve, kjo është udhëtar, 3 mujtit. Pilotat e aeroplanit, non-stop janë udhëtim. Non-stop janë udhëtim ata. Për çdo ditë janë udhëtim ata. Pra mund me qenë udhëtari, ku nuk vendos në një vend, nuk përqendrohet, nuk nalë në një vend, mund me qenë udhëtar me muaj edhe me vite. Ndërsa nëse qëndrohen diku në një vend, atëre shikojmë, apo qëndron më shumë se 15 ditë, apo më pak se 15 ditë, që se i kanë fillim. Më pak se 15 ditë është udhëtar edhe gjatë rrugës, edhe sa qëndron aty.
me momentin që vendos mi 15 ditë, automatikisht bëhet vendas dhe nuk konsiderohet mëdhtar, do të agjeroj, do të fal namazin e plot dhe kështu me radhë. Se duhet të veproj femra e cila ka agjëruar në kohën ku ka qenë me menstruacione. Së pari, duhet të pendohet te Allahu të bie istigfar. Sepse pejgamberi ka bërë haram që femra të agjeron kur është në menstruacion. Haram, haram. E robi kur bën haram, do të marrë istigfar. Të unë e bo mirë, ka bo keq. Thjesht të mënu me bo mirë, ka bo keq. Nga mosdia. Andaj, kërkon falje, Zot falem ja Rabbi. O Allah falem. E para. E dyta, mundohet me kompenzua të ditë. Nëse ka mundësi. Por problemi që ndron, nëse kjo femër është 70 vjeçare dhe ka kaluar 60 Ramazana duke agjëruar me menstruacion. 70 vjet, 75 vjet është e lotë dërmunaje. Mënzi që agjerë në Ramazanin, nëse veç mund të me agjeru Ramazanin e kohës, e lemu me agjeru dhe ditët e tjera. Kjo ka me problem. Pra, do të me pëndu të Zotë. Rast e këfar. Nëse ka mundësi me agjeru dhe nuk janë shumë, i agjerën. Nëse s'ka mundësi me agjeru, shkak moshës, shëndetit, pleqërisë, atëherë bjen istigfar, ka mundësi me dhënë ndonjë sadaka nëse ka, për këtë ditë, pazami 30 ditë, herë 50, 80 Ramazan, herë 50 ditë, për shembull bën 100 ditë, 200 ditë, ka një shujtje, 2 shujtje, nëse ka mundësi. Sepse fundja është edhe fetvaja tjetër që njeriu kur ka bënë gjëna diçka kërkon falje, fshin që ke bë më herët. Pra, e rëndësishme është pendimi këtu. Tani vjen mundësia për kompenzim. Vjen shqyrtimi mundësisë për kompenzim. Dhe kjo është shkak të gjehlit të ignorancës. Dhe është e dhëmshme kjo punë. Pse s'u kanë tregu nanave tona, gjysheve tona? Pse s'u kanë tregu? Me thonë se kanë ditë, nashta se kanë ditë. Zoti i faltë. A dihet sakt nata e Kadrit? Pasën takvim shënën me datën 27. Ja, s'dihet ajo. Me natën 27, kjo me 27-ën është e parafort, jo sakt. Kretë ulemat musliman, ma dhe ketë muslimant, që kanë sada pak një hori rrëth fejës, e din se nata e Kadrit nuk është një natë fikse, dhe së është e msheft, por gjasat më të mëdha janë me që natën 27. Për ndryshe pejgamberi Zotit, nga nata 21, deri në fund, e ka kërkuar çdo vit natën e Kadrit, e që vje 10 një të fundit. Për ata hini të kafe në gjami, për me kërku natën e Kadrit. Dhe ka thonë me gojnë e vetë, alayhi salatu wassalam, iltimisuha fil ashr al awakhir. Kërkojini natën e Kadrit në 10 netët e fundit Ramazanit. Në 10 netët e fundit. Pastaj në atë që janë tek. Pastaj 27-ën, 25-ën, 29-ën, dhe kështu me radhë. Ka mundësi rana këtyne viteve, këtyne ditëve. Pastaj ka mundësi një vit qëlla 27-ën, tjetër vit qëlla 26-ën, tjetër vit qëlla 29-ën, tjetër vit qëlla 21-ën natë. Pra, gjasat më të mëdha janë, që është mrena 10 netëve. Tani mrena këtyne 10 netëve të fundit, gjasat më të mëdha janë me qenë 27-ën, por e mundësia ekziston shumë me qenë edhe para 27-ës, edhe pas 27-ës. Se këndemi, besimtari vërtet, bën maksimumin e përkushtimit ndaj Allahut madhruar në të në këtë net. Se të bësh përkushtim ndaj Zotit,
në të net me emrin e Allahut, kime nxan natën e Kadrit. Me emrin e Allahut, kime nxan natën e Kadrit. E nuk jenë shumë edhe të net. Andaj përkushtohu shumë gjatë tyre netve. Allah na mundsoft në nxan natën e Kadrit, ja Rabbel Alamin, e në bënë halal se t'y bëna lodh. Me kaq i përshëndesim e ju urojmë agjerim të pranuar, e dua e lutjet pranuara, qofsh shifaqe bardh, Allahu ju dasht, Allahu ju rujt, Allahu ju ashtov devotshmërinë, takvallokun, sinqeritetin, vullnetin për punë të hajrit. Ja Rabbel Alamin. E pastaj u lehtësoft atë punë të hajrit edhe u pranoft atë punë të hajrit. Juve dhe neve, o të gjithë muslimanëve. Allahumma amin. Dhe deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.